Andi Bushati ka bërë një shkrim pikërisht për aeroportin Vlorë sot Andi Mirbrëma, Armand Shkullaku mandi Mirbrëma. Cili për ju do t'jap mendimin e parë mbi ato çfarë po ndodhet në Vlorë? Berati dhe unë i dha. Okej, unë e dëgjova dy versione të juaja janë pak a shumë ngjashme. Version tillë kam dëgjuar dhe unë. Pra, të ngjashme nuk janë, por në plan të parë bëhet fjalë, jo, në parim, po them, bëhet fjalë në plan të parë kështu duket për një konflikt brendshëm brenda një kompanie. Që njëri nga aksionerët pretendon që ka marrë 47% të aksioneve plus 2, 49, tjetri pretendon që shitja ka qenë fiktive, ky nuk i ka marrë. 47 dhe aksionet i ngelen Pacolli. Pra ky është Pacolli dhe tu kanë 98. Tani kjo është histori që ta zgjidhin gjykatat edhe çështja që mua këtu më bën përshtypje ka të bëjë me fatin që tu nuk flitet për një aksioner tjetër që ka qenë. Turqit që kanë pas 40% të kompanisë aeroportit Vlorës. Pa Turqit, gara për dhënien e aeroportit Vlorës nuk do të ishte vlefshme. Pra, këtu që në fillim kjo gara ka nisë me i truk. Pra, po marrim Turqit për letra dhe më mbrapa po vazhdojmë, siç ndodhi me llogaranë me tjerë tunel. Problemi është që këtu Ramos i ka dalë loja nga kontrolli në momentin që ka pasi konflikt brendshëm Pacolli me Valon Ademin. 2. Sepse këtu nuk është bërë një problemi madh kur është shkruar që në ÇKB aksionet e turkut i kanë kaluar buxhet Pacolli për një 4.000 euro. 3 milion. 3 milion lek. Euro. Jo, unë di sa është në ÇKB. Nëse, po e ketë dokumentin që e ka dhënë 3 milion turkut, do dalë. Do ta mi pres, po Mirë ke 4-5.000 euro është. Dokumenti zyrtar është 4.200. 4.500, 4.200 s'ka rëndësi. Ky është dokumenti zyrtar. Këtë që ka çimin nuk e di. Këto turkut, pra këtu është bëj truk. Buxhet Pacolli ka përdor buxhet Pacolli, Edi Rama, në fakt, ka përdor turqit dhe buxhet Pacolli për të bërë një garë trukume. Cili ka qenë interesi qeverisë shqiptare, jo i qeverisë, por individëve në qeverisë shqiptare, Edi Ramës, Belinda Ballukut, i dikujt tjetër pranë Edi Ramës, që aksionet e turku për nderin që ka bërë, këtë 3 milionshën që thot Çimi, të konvertohet në aksione nëpërmjet dikujt tjetër, kjo ekziston si teori. Por thelbi gjithsaj është që po u fute në një garë trukuar, po vendoset bashkëpunosh me autokrat korruptuar. Mos një herë, dy herë buxhet Pacollit i kanë dalë dhe herë tjera, ato i kanë dalë në Kremlin këto probleme, i kanë dalë në vende tjera, kështu që dhe me Edi Ramën do t'i dilte diçka e tillë. Pra, të kemi pasur shprehjen që po kërceve hum njëherë do të futet, se çfarë problemi që kanë dalë në Kremlin? Ka hapë tim Zvicër për buxhet Pacollin. Nuk është korrupsion. E pyeta. Nuk është marrë kur në pyetje nga Carlo Del Ponte. I ka bërë ftesë. A ka pas akuzë në Zvicër për buxhet Pacollin? Asnjëherë. Fare, nuk është marrë kur në pyetje. Gjithçka është. A ka pas akuzë apo jo? Jo. Hetim, asnjëherë. Okej, nisë ta nxjerrim pastaj që Dakor. Është marrë. Dolën shumë fakte atëherë. Carlo Del Ponte ka intervistuar. Vajze thotë me kartën e buxhetit. Ky është pretendimi i Pacollit. Nuk çonte insulinën atje. Nuk ka intervistuar kur. Po tani ky është pretendimi i Pacollit. Prandaj do të thënë Pacollin këtu dhe ne të bënim debate Pacollit. Flasim për Zvicrën. Raportimet unë i besoj më tepër raportimeve të mia dhe të kolegëve të mi se sa muhabetit që ke bëti me Pacollin. Se Pacolli këtë situatë çu do thonë s'ka hetu asnjëri. Por që buxhet Pacolli ka hyrë në një garë të trukuar në Shqipëri, që në fillim ka hyrë në një garë trukuar, që në fillim në Shqipëri. Pa diskutim. Dhe i kanë përdorur kompaninë turke vetëm letrat, vetëm për fitu tenderin kurris kompanive tjera që kanë marrë pjesë. Edi Rama kishte ndamenin që në fillim që do hefte buxhet Pacolli. Tashti, kur lakrat dalin në shesh, për shkak të konflikti Pacoll-Adem, fillon shqetësohet Edi Rama, prokuroria, mediat e Ramës e kështu me radhë. Dhe ku shkon presioni, shkon ke Pacolli, normal se Pacolli është emri më i fuqishëm që o mbyllë këtë çështje, si mund ta mbyllësh ti gjej lekët bëj çfarë dush me Valon Ademin ai qafë, ose ne të marrim koncesionin. Sepse Pacolli ka një problem tjetër. Afatet e përfundimit të aeroportit janë te kalu. Që është një tjetër andrall mbi Edi Ramën, i cili mendonte që çështën e turqëve kishte mbyllur, nuk u shkruajt për këtë. Që si u konvertuan aksionet e turqëve me 4.000 euro. Dhe në momentin që mendonte që kishte mbyll, buxhet Pacolli vendos shkojnë në Bengazi, atje i plas sherri me Vullnet Ademin dhe ndodh kjo që ndodh. Valonin. A ndodh kjo për shkak se Valonin e shtyn dikush
A ndodh kjo se Valoni është ndrejt vetë, apo a ndodh kjo se Bexhekin dun ta grabisin? Kjo për mua ka shumë pak rëndësi. Qofse ti hyn në një aferë korruptive, siç mund të bësh viktim qytetarëve të cilë ju rrëmben padrejtisht paratë e tyre, ashtu mund të bësh viktim dhe vetë. Ka pas shumë që janë futur për të vjedhur dhe kanë lënë lesht. Ka shumë histori tilla, qoftë figura politike, qoftë figura biznesit. Ajo pastaj që është për të qarë halli, dhe këtu e kupton ti që në fillim se është një aferë korruptive dhe varet vetëm nga vullneti i sultanit, ajo është që ti kupton që Shqipëria nuk ka vlerë as ti është i pasur. Se në botën e di që miliarderët kanë ato para për qëndet pavarë. Pas nuk do të di kush është kryeminist, mund të arrëtzoj dhe mund të emëroj një kryeminist, një njeri i pasur. Dhe ti shikon një miliarder, ky që ka bërë biznes gjithë botën, asnjë biznes si ka dalë pallafe, që i përkulet Edi Ramës. Fjalia që me të pekën, thot miliarderi, që duhet i përkulesh as zotit, i vetëm njeri që s'kemi fort me pekën është Edi Rama. Do me thënë që Edi Ramës, se çfarë s'kemi thënë për Edi Ramën, që ai ishte mbrapa kësajt e tjerë, por ndërkohë për atë do kem fol gjithkohon. Po çfarë do kem fol? Për mua dhe ty do kem fol. Jo, e kem pyetje për çimin. A keni përmend emrin e Edi Ramës ajo? Po ç'ne? Tani ti më ndjer bisedat Pra e kupton që sa e kohë është, le ta përfundoj një fjalë. Më mirë sa unë. Edhe e njeh edhe Mandi. Ti mendoj që me këto probleme që ka Bexhet Pacolli sot me Ramën dhe me aeroportin, dhe duke ditë raportet mia me Ramën, Pacolli flet për Ramën tek unë? Së paku sot. Po e shkruajti vetë. Ai tha që vetëm për Ramën s'kemi fol. Ai e shkruajti vetë, po ja fshin. Nuk ka rëndësi kjo, se kjo është domethënë që jo vetëm shikuesi, po na bësh dhe ne për budo. Edhe Arben Ahmetaj fillimisht thoshte dy qendra vendimare, por nuk përmendte emra. Për ta përfunduar. Do i vira. Berat si Shqipëri, si Kosovë, të qenit miliarder, Zlen asnjë lek. Se del ai atje. E vërtet. Të hedh një shikim nga dritare e kryeministrisë dhe ti thua aman. Po. Aman. Edhe pse mund të çudit pak Bexheti, se realisht këtë pasuri që e ka bërë nuk ka bërë as Ramës, as Hashim Thaqit, as kujt tjetër, pra pse do duhej me qenë kaq i intimiduar prej Ramës, domethënë çto nuk e kuptoj unë pse ka nevojën për me qenë i pëlqym. Sepse është një koncesion. Jo. Që varet nga qeveria shqiptare. Harroje këtë rast, sepse Bexheti ai ja dha një tokë në derdhjet e Shkumbinit. Afër Vilboshtovës, Bexhet Pacolli. Divjak. Ja futën ato. Ja morën. Po gjithmonë ja futën. Shpenzoi $60 milionë dhe ja dha që kujt Rama. Dhe ky prap shkon ke Rama. E vërtet. Domethënë, do thoshte ka sindromin e Stockholmit. Nuk e di. Jo, ose ka sindromin e Stockholmit ose ndajn lek pa bërë asgjë. Dëshira me qenë pëlqyme për kryeministrave këto si akum kuptuar asnjëherë, domethënë pse tani patjetër që ka qenë president vetë. Po pse dush me pas atë prekupim, atë pëlqen Rama ju, ose në sultan Nazarbayevi, pse duhet me të pëlqy. Apo goca Jelcinit. Ato pra janë problemet ku do të bësh. Ora atje është mohabet tjetër, ato dikuni ka bërë këtë lek, domethënë, po një që e di është që si ka bën trojë shqiptare. Domethënë, kur kush mundet më mbind mua, nuk ka domethënë trojë shqiptare, po dhe investimet Bexhetit në trojët shqiptare. Nuk ka. Hoteli që ka bën Prishtinë, godinë e qeverisë e ka marrë tender. E ka marrë tender. E ka marrë tender. Me taksa paguzve, nuk e ka bën me lek veta. Po vetëm ka konkurruar aty, për ato të flasin nëpër Prishtinë. Edhe në Vlorë ka konkurruar. Jo, s'është rasti, nuk është rasti i godinës së rilindjes së kuvendit. Po them që nuk është ka biznesmen që ka bërë duke investuar në industrinë, por dikush mi kryet ato punë Prishtinë, domethënë diskutohet, nuk po diskutohet. Edhe ka kryer bukur. Nuk po diskutohet. Nuk po duam mbrojt Bexhetin se kam tash plotxona për me kritikuar. Asu nuk duam sunu Bexhet Pacollin sepse thash në këtë aferë nuk është faj, domethënë nuk është faj. Bexheti ka hyrë në një. Nuk do i bëhen gjithë lekët duke marrë kulla në Tiranë. Absolutisht. Ka hyrë në një aferë që bie erë, sepse që në fillim thonë, shiko, do hysh te kjo, po do hysh me këtë turkun, se me letat që ke nuk e merr. Njëri thotë, ore, me këto leta, qofse nuk e marr dot, këtë turkun kush po ma jep? Po ta jap unë, thotë Rama. Rama ta jep, Rama ta merr. Kështu që po sikur turkun ta ketë kontaktu Pacolli dhe Rama. Po dëgjom, ajo edhe mund të jetë, janë disa të vërteta që ne s'mund t'i kuptojmë kurrë, domethënë sepse dikush Pacolli që ka kërkuar bashkëpunimin e turkut. Ora besoni që gara është e ndershme për aeroportin e Vlorës apo kaq? Qofse gara për aeroportin e Vlorës është e ndershme, atëherë këti po i bëhet padrejtësi shumë e madhe dhe këtu, qofse gara ka qenë e pandershme, që në fillim Bexhet Pacolli duhet ta presë këtë gjë, kaq po them. Është e pritshme, siç ta japin ta marrin. Dhe mbajeni mend, kjo histori po bëhet kaq e madhe se ti do ja marrin fare aeroportin. Patjetër. Nuk po shohën rrugë, domethënë kaq thella janë për plasje. Edhe lekët që janë çfarë është bërë deri tani që po thuaj se ka përfunduar,
Hikin edhe aeroportin e merr koncesionin dikush që e gjen gati. Ka që shumë e thjeshtë. Në fakt, urojmë që kjo të ndodhë. Po do ndodhë se s'ka kusht ta bëj. Se ndoshta edhe pari fillojnë të flas.